Hitaj do tjetë kryepolici i shtatë i cili merr drejtimin e policisë së shtetit. Hitaj u zgjodh drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit pas një konkursi, pra një gare, bazuar në ligjin e ri të miratuar në gusht të vitit 2024 për policinë e shtetit, i cili e thot qartë që drejtori i përgjithshëm zgjidhet nëpërmjet garës, një garë e cila u hap pas dorëheqjes së Ilir Protës dhe konkuruan 14 kandidat, ndër të cilët ishte dhe Skënder Hitaj, i cili një nga kandidatët potencial dhe emri i tij përflitet që në fillim, pra si një nga kandidatët që do të merrte drejtimin e policisë së shtetit. Sipas ministrit të Brendshëm, pra njoftimit që ai dha ditën e sotme, Skënder Hitaj ka rezultuar ndër kandidatët më të vlerësuar nga procesi, pra gara, dhe për këtë arsye, pra ditën e sotme ministri i Brendshëm Besfort Llamallari i ka dërguar Këshillit të Ministrave kryeministrit Rama emrin e Skënder Hitajs për të marrë postën e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, i cili u miratua ditën e sotme. Ditën e nesërme pritet që Skënder Hitaj të marrë zyrtarisht detyrën dhe në ambientet e drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit. Ditën e nesërme do mbahet ceremonia zyrtare e prezantimit të Hitajs në postin e kryepolicit të ri të vendit dhe ditën e nesërme do kemi edhe mbledhjen e parë pra të Skënder Hitaj si kryepolic i ri i vendit me drejtuesit e qarqeve vendore. Por me marrjen e drejtimit të policisë nga Skënder Hitaj do kemi edhe ndryshime të tjera në policinë e shtetit. Pritet edhe një reformë pra në postët drejtuese të drejtorëve të qarqeve, por edhe në strukturën e drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit. Mirë, sikur se tha dhe ministri Llamallari, është ndër më të vlerësuarit, pra emri i tij le të themi është vlerësuar më shumë nga të gjithë kandidatët e tjerë Igli, por cilat janë arritjet e Skënder Hitajs si drejtuesi i policisë së qarqeve? Skënder Hitaj ka një karrierë rreth 24 vite në policinë e shtetit, ai ka mbajtur poste të rëndësishme në disa qarqe, poste të drejtorit të qarqeve, pra ka qenë drejtor i qarkut të Dibrës më parë, drejtor i qarkut të Durrësit, po ashtu ka qenë dhe zëvendësdrejtor në qarkun e Dibrës, madje së fundmi ishte drejtor i qarkut të policisë së Fierit. Siç e thash, ka një karrierë të gjatë në polici rreth 24 vite, pothuajse i ka prekur të gjithë sektorët e policisë së shtetit dhe në fillim të hapjes së garës, pra ishte një nga kandidatët potencial për të marrë drejtimin e policisë së shtetit.